Policisë shtetit, të cilët janë aktualisht në qendrën spitalore dhe në pjesën e urgjencës për të trajtuar. Uroj shumë që shëndeti tyre dhe jeta tyre të mos rrezikohet. Është keqardhje e madhe që Partia Demokratike, një prej partive kryesore politike në Shqipëri në këto 36 vite, jo vetëm që nuk e dënon dhunën, por bie pre e një solidariteti të turpshëm me disa terroristë të cilët nuk kanë asgjë të përbashkët me protestën që nisi si një protestë kundër dhunës. Protesta nisi kundër dhunës. Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio një javë më parë në konferencën ndërkombëtare kundër terrorizmit e theksoi shumë qartë që ka disa lëvizje të ekstremit të cilat mund të rrezikojnë stabilitetin në Europë. Persona të identifikuar prej nesh, me lidhje të qarta me Gardën Revolucionare e Tiranit, janë orkestruesit kryesor të akteve të dhunës.